Hajde, hajde Ramazan, me buzemrat plotiman, ti je muaj I bekuar, sa bukur na ke bashkuar. Hajde, hajde Ramazan, me buzemrat plotiman, ti je muaj I bekuar, sa bukur na ke bashkuar. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما صدق الله العظيم. Të vëllezër, hamdi dhe falenderimi, lutjet dhe adhurimi I takojnë të vetmit Zot të pashoq, pra Allahu Dhul Gjelal. Salate dhe selam edukatorit ton suprem, pra Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi vësallem. Përshëndesim familjen e tij të sinqert, shokët e tij besnik. Paqja dhe mëshira Allahut qoftë mbi të gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e pejgamberit deri në ditën e Kiametit. Njështu ju përshëndesim edhe juve me përshëndetjen islame, me përshëndetjen e banorëve të xhennetit, me përshëndetjen më të bukur që ka njoft njerëzia, pra përshëndetja jonë është selam, paq, pra assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Vëllezër të dashur, pra jemi në këtë muaj të bekuar, I cili ngërthen shumë të mira dhe shumë gjëra pozitive dhe shumë të dobishme, por ajo vlen për ata që din ta shfrytëzojnë. Një ndër ata që duhet ta shfrytëzojmë pra ishte që ne në këtë muaj të pendohemi, të bëjmë taube dhe istighfar, që pos ibadeteve qera që bëjmë gjatë këtij muaji dhe kur pendohemi me shpresë se Allahu Dhul Gjelal na I fal gjunahet, na I fal mëkatet, e të dalim nga ky muaj të falur, insha Allah, e Allahu Dhul Gjelal të na jep atë deftesën në të cilët do të shkruan je I falur. Allahu na fal të gjithëve insha Allah. Ne I tham disa fjalë lidhe me tauben, me pendimin, që është shumë e duhur për njeriu, nga se vetë njeriu nga natyra e tij e krijuar dhe Allahu Dhul Gjelal ashtu e ka fal njeriu që ai të gabon, nga se është njeri. Ata që nuk gabojnë janë melekët. Ata që gabojnë dhe nuk pendohen janë shejtant. Ata që gabojnë dhe pendohen dhe Zoti I fal, ato janë njerëzit. Dhe prej në fillim atje herët tek baba ynë Ademi alayhis salam, kur Allahu Dhul Gjelal ja dha gjitha ato të mira në xhennet, por ja ndaloi një lloj peme, ajo ishte simbolike, pema që të mos I afrohet. Por këtu ra nga provimi Ademi a.s. me cytjen e shejtanit dhe Ademi a.s. gaboj dhe hongri nga pema e ndaluar. Tashtu kemi dy gabimtar, dy gjunahqar. Njëri është Ademi a.s., tjetri është shejtani a.s. Shejtani çka gaboj? Nuk e ndëgjoi urdhnin e Allahu Dhul Gjelal. Allahu Dhul Gjelal tha boni sejdë. A ishte në mesin e melaqeve, nuk boni sejdë, plus u mundu të arsyeton. Mos u mundohu me Allahun të arsyetohesh. Po mundohu Allahut t'i pendohesh dhe Allahut t'i nënshtrohesh. Çka tha Iblisi? Jo, tha, nuk I bëj sejdë Ademit se unë jam më I mirë. Prej këtu është starti I gabimit. Mendje madhësia. Ndërsa Ademi a.s. gaboj, po me një herë pranoi gabimin, Allahu Dhul Gjelal I ja mundsoi e inspiroj që ai të pendohet dhe të thot bashkë me bashortën e tij, Rabbana zalemna anfusana. O Zoti jon, ne I bëm zullum vetvetes. Pra çka është gjunahi përveç se dëm I vetvetes? Çka është mëkati? Çka është e keqja përveç se vetvetes?
Andaj i ban zullum. Andaj than, o Zot, ne i bam zullum vetvetes, po që se ti nuk na fal, ne do të jemi të humbur. E kështu kur ti drejtohesh Allahu Dhul Gjelal, Allahu Dhul Gjelal ta fal, edhe ja fal. Mirë, po këtë gabim u desh me pagu. Gabimi falet, edhe kur gabim diçka, gabimi falet, po ndoshta ndonjëherë ka pagesë. Domethënë ka dëm shpërblim ose ka dënim. Edhe Allahu Dhul Gjelal e nxorri nga xheneti e prunin në sipërfaqen e tokës. Kjo ishte sprov, kjo ishte një sprovim për Ademin a.s. nga se Hazreti Ademi ishte i krijuar për në sipërfaqen e tokës, por hyrja në xhenet ishte vetëm një sprov dhe t'ja bën me dije sa i këndshëm është xheneti dhe të mundohet gjithmonë të mundohet ta fiton xhenetin razillëkun e Allahut Dhul Gjelal. Pra vëllezër të dashur, kjo është njeriu nga mishi, nga gjaku, nga epshi, nga dëshirat, nga pangopsia, kështu. Por njeriu duhet ta mund vetveten. Njeriu duhet ta mundje vetveten, nga sa Allahu Dhul Gjelal i ka dhënë trun. Trunit mendes arabisht i thonë akl. Akl do të thotë lidhse, do të thotë kërpesh, që ndalen njeriu. E pse hajvani lidhet me kërpesh? Se si ta losh pa kërpesh, shkon ka s'duhet. E njeriu me çfarë kërpesh i lidhet? Kjo është kërpeshi njeriu, truni, mendja, të menduarit. Kjo është e mirë, duhet bën. Kjo është e mirë, këtu duhet shku. Kjo është e keqe, s'ban mu afru. Megjithatë, ndonjëherë harron njeriu dhe gabon. Pra, Allahu Dhul Gjelal ka kushtëzu që njeriu të pendohet kur gabon dhe Allahu pendimin t'ja pranon. Por gabimet janë të ndara në dy pjesë, siç e dim. Gabimet të mëdha dhe të vogla. Atyne të mëdha ju thohet kebair, të mëdha. Atyne të voglave ju thojnë sejjiat. Sejjiat gabime, të vogla. Gabimet të mëdha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shumë hadithe ka përmend të ndryshme, gabime të ndryshme. Në një hadith ka thonë ijtanibu sab'al mubiqat. Largohuni, shmanguni 7 gabimeve të mëdha, gjunaheve të mëdha. Në një hadith tjetër ka thonë ala adullukum ala akbaril kabair. A doni që të regoj mbi 3 gjunahet më të mëdha? 7, 3. Subhanallah. Në të gjitha këto hadithe që përmendin gjunahet e mëdha, numër 1 e zëvendin e shirku billah. Zoti na rujt me i bë ortak, me i bë shirk Allahu Dhul Gjelal. Me ju lut, me ju përkull, me ju frik, me ju pas bindje se dikush të ban mirë ose dikush të ban keq, nëse Allahu nuk don. Pa dashjen e Allahut, si të kujtosh se ki, valla edhe me nuk desh Zoti ki ta bën sherri. Ç'kështu? Shif? Edhe me nuk desh Zoti rruju se ki, astagfirullah. Po që se nuk don Zoti askush se ta bën sherri. Valla kjo është i fort, ki ta bën të mirë, ki çet pi krize. O valla, po mes desh Zot, pa lebet i Zotin, kjo është i fort, kjo është i madh, dikush o ki. Që kësa i thon kufër, që kësa i thon shirk. Subhanallah. Pra, Allahu Dhul Gjelal, çdo herë kur e ka përmend të keqen ka thonë wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idhnillah. Nuk mund të bën keq dikush me diçka pa lejen e Zotit. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka marrë Muadhin për dorë, i cili ka qenë një djalosh i urt, i mirë, i mençëm, i dashur, e ka dhe shumë pejgamberi alayhis salam, e ka marrë për dorë dhe i ka thonë ja Muadh, ruaj haket tua, ruaj obligimet tua, ruaj nga haramet e Allahu Dhul Gjelal, në don të trunë Allahu ti. Pastaj ka thonë dije o gulam, o djalosh, dije se mbar bota me u të bu, me ta bo një të mirë, nuk dhe të bën atë të mirë nëse Allahu nuk do, nëse Allahu nuk e ka shkru. Mbar bota me u të bu, me ta bo një të keqe, një zarar, një zullom, nuk do të mund të arrim nëse Allahu nuk e ka shkru. Pra e mira dhe e keqja mund të bëhet me lejet Allahut dhe me dashjen e tij, ndërsa pa lejet Allahut dhe pa dashjen e Allahut nuk bëhet kur gjë. Po pse po bëhet e keqja pra? Pse i lejon Allahu Dhul Gjelal? Allahu Dhul Gjelal e lejon ai të shkojnë në xhehenem, ati të sprovohesh të bësh durim të fitosh xhenetin. Pra me të keqen që ta bën dikush, ti nuk hakmeresh, por bën durim, i lutesh Allahut, ta shton bindje, Allahu ti ta dhuron xhenetin. Ai që ka bërë të keqen ka fituar xhehenemin. Pra pa dashjen e Zotit nuk bëhet asgjë.
Andaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith i ka përmend gjunahet të mëdha duke filluar prej shirkut, pra shirku Zotin arru. Shirku ka të bëj me bindje, me besim, nuk ka të bëj vetëm me punë. Ka disa punë janë të shirkut, por nëse në pa dije, është pak më ndryshe. Por i bëjmë dë punë kështu me ndjenja Zotin arru. Pra ngrihet njeriu, shkon te varri, merr dheje prej varrit edhe ja çon fëmijës ndër krije që mos qaje ose nuk e di, mos bëlbëzoje, nuk e di çfarë. Pra kërkon ndihmë prej dheut. Në vend prej Allahut kërkon prej varrit. Ai tjetri kërkon prej hajmalis. Ai tjetri dyshon në disa gjëra bestitni të kota. A nuk është tradit të ne për shembull me këndu ajo kukuvajka, qyqe, si thonë, në qati me këndu, thonë kjo shtëpi mo dëshduket. Kje që bon. Me ja pre rrugën, me ndër ju shqeni, maca e zez, këthen prap. Gratë këthen prap, te dera dullëm, maca e zez, na e pre fudhen, këtheni prap, se këtu problem është. Subhanallah. Pra, këto e në bestitëni, o vlezër të dashur, që japin me kuptu pa diturin, pa njohjen e fes dhe bindjen e dobët dhe besimin e dobët të një njeriu. Jo, a nuk i shifni? Për shembull në për kerra, kerri i mirë, e ka ble kerrin e mirë, ja ka vu një nallë që të kalit. Çka është kjo? Për mësish. Ai tjetri ja ka ble një asi sy, formë të synit, ja ka lidh fëmijës këtu. E çka është kjo? është pa prej synit be. Po kjo çka? Po ki syni, po ti synin ja ke vu që ta marrin mësish, apo mos ta marrin mësish. O vëllai dashur, mburoja është për Allahun dhul xhelal. Kur ta shofsh fëmin thuj masha Allah, që mos mirret mësish, thuj masha Allah. Kur ta shofsh doni fëmijë të bukur, doni fëmijë të mirë, doni çiflet mirë, ka fëmijë që të këndshëm, mos kurse thuj masha Allah, Allahu e rujt. Kur do thush Allahu e rujt, Allahu do ta ruaj se është dua, është lutje. Ama jo me sy të varun këtu ose tradita tjera, të gjitha këto kanë të bëjnë me shirkun. Nga se kërkohet ndihëm prej gjosendit, ajo prej Allahu dhul xhelal. Kërkohet ndihëm prej krijesave, ajo prej krijuesit. Këto gjëra mohemen se i kemi të qarta. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përmendi tha shirkul asgar. Shirki vogël është riaja. Që është ria? Me i bo punët për sy e faqe. Me i bo punët për lavdratën e tjerve. Zotin arru. Kur është puna më sheft me bo diçka e bon shumë të vogël. Kur është të shofin njerëzit e bon shumë të madhe. Pse? Që ta shofin njerëzit. Tha njën, ja Rasulallah, por nëse unë e bëj një punë të mirë, edhe njerëzit më lavdrojnë, a unë se kam qëllimin, po ato që lavdrojnë, përmendin, mashallah filani, në këtë xhami këtë ka dhonë, filani kaq bursa ju jep studentëve, filani ju ndihmon nxënësve, ju ndihmon fukarave, nevojtarve, ju ndihmon, Allahu ja ka mundsu. Ato që e lavdrojnë, ai nuk bën përgjegjësi, por ai të mos e bën që ta lavdrojnë. Innamal a'malu binniyat. Veprat mbaren dhe vlerësohen sipas qëllimit, sipas niyetit. Pra, kjo është një shirk i vogël që e çon njeriu në katastrofë. Dhe ai njeri që i bën punët jo për hir të Allahut, por për hir të njerëzve, kur dalën ditë mahsherit, Allahu dhul xhelal do thosë ti këtë punë ai ke bë, po Zot ki qef, i kam bë. Ka thonë i patë bë për lavdrata, i ke marr lavdratat në dunjë, shpërblim s'ka. Zoti na ruaj. Madje që në një hadith ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, melaçet do t'i marrin ato riaxhit, ato që bëjnë punë për sy e faqe, do t'i marrin, do t'i grumëllojnë, edhe do të hecin përpara për xhenet. Edhe kur do afrohen kështu karshi xhenetit, kur ta shohin mirësinë e xhenetit, që anuhatin aromen e xhenetit, do thonë hajde, prap tash. Prap do t'i kthejnë. Drejtë në xhenem, do thonë o Zot, po bëre mos na e kishe tregu, po ja u tregova unë xhenetin ashtu si mi tregojsh ju punët që i bësh për hallkit. A e pa xhenetin pa u kri? Sikur punët e juja që i bësh për ti pa hallkit, edhe unë ja u tregova xhenetin me kaq bollë keni shtaj hesni për xhenem. Zoti na ruaj. Pra kjo është një çështje e ndërlikuar, që duhet patur kujdes. Pastaj më një herë vjen në hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pas shirkut vjen sihiri.
Pra e shirku billah wa sihru wa qatlu nafs. I ka radhit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shirku, Zoti na ruaj, që nuk falet. Po mirë, me u pendu njeriu, me u pendu nga shirku, nga kufri, e pastron bindjen, e pastron imanin, a ja fal Allahu dhul xhelal? Normal që ja fal. Po pse Kurani thot inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allahu nuk e fal shirkun. Nuk e fal shirkun nëse ai vdes me shirk. Kjo është ajo pejni që duhet ta dallojmë. Nëse ai vdes në shirk, shkon në xhehenem për ebed ju lebed. Edhe s'ka xhenet për ata që vdes në shirk. Po që se del nga shirku, dëshmon shahadetin, edhe i plotson kushtet e besimit, atëherë Allahu dhul xhelal ja pranon. Pa ata ashabët e pejgamberit ta kanë qenë krejt mushrik, kanë qenë. Pastaj kanë hyrë në Islam. Andaj Allahu dhul xhelal thot: "Walladhina la yad'una ma Allahi ilahan akhar." Ata të cilët pos Allahut nuk i luten tjetër kujt. "Wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq." Dhe nuk vrasen njëri tjetrin, nuk e vrasen. Njeriu nuk e vret përveç ajo ku e ka vendin edhe ai ka kushtet e veta. Wala yaznun, edhe nuk bëjnë amoralitet. Në këtë ajet i ka përmend të trija. Pra shirkun, nga se shirku numër 1 në çdo hadith, në çdo ajet. Nga gjunohet e mëdha, numër 1 shirku. Ata të cilët nuk bëjnë shirk, nuk vrasen njeri me pa të drejtë dhe nuk bëjnë amoralitet. Yudha'af lahu al-'adhabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Këto dënimin do ta kenë shumë të rëndë në ditën e mahsherit në xhehenem dhe do të mbesen për gjithmonë. Zoti na ruaj. Illa men tabe wa amana wa amila salihan. Me përjashtim nga që këto që u përmenden, me bën përjashtim ata që pendohet. Pra pendohet nga shirku, pendohet nga vrasja, pendohet nga amoraliteti. Veç kur imi të vrasja, të pendimi ka kushtet e veta, tham, kur është në mes teje dhe Allahut, i kishte do kushte, kur është në mes teje Allahut edhe robit, pra dhe njeriut, atëher ka kusht. Ka vra njeriun, do t'i kërkoj halallëkun, t'ja paguj gjakun, t'ja falje, t'boje taube, t'boje istikfar, t'i lutet Allahut, edhe inshallah Allahu dhul xhelal ja fal, edhe pse vrasja është një ndër mëkatet më të rënda dhe kërcënimi i vrasësit, kërcënimi i vrasit është më i rënd pas kujt, pas shirkut, pas kufrit. Andaj kjo është punë e rëndë. Pra ne e përmendim këtë se në disa hadithe përmendet vrasja mbas shirkut, në disa hadithe përmendet sihri. Pra çka është sihr? Është magjia. Çka është magjia? Çka është sihiri? Sihirin e ka spjegu Kurani Kerimi, ka thonë ju khajjelu i lejhim enneha tes'a. Sihiri është magjinat, para mendim, nuk ka të bëjnë realitet, nuk është real. Mirë po njerëzit tonë, kur e përmendin sihirin, thonë, a është sihiri hakbe? Po vëlla sihiri, a i qëti thotë hak. Hak e di çka do me thonë? E drejt, e mirë. Sihiri është batil, sihiri është keq, po ekziston. Nuk ban me mohu sihirin, sihiri ekziston. Magjia ekziston, po edhe për magjin Allahu dhul xhelal thot ve ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idhnillah. Edhe sihirbazi nuk mund t'i bëj dëm dikujt nëse Allahu nuk don. Po kur nuk don Allahu, kur ti ruhesh, gjithmonë gjendesh me punë të mira, gjithmonë gjendesh me abdes, gjithmonë gjendesh me tobe, me Kur'an, me bismillah, të mbron Allahu dhul xhelal edhe nga magjia. Mirë po, ja që dikon të ka zonë magjia, nga se magjistarët që të puni kanë, Zoti na ruaj, nuk i lon njerëzit rahat. Andaj, magjistari me shariat vritet dhe llogaritet si jo musliman, se nuk mund njeri të bëjë magji, të bëjë sihir, ta ndaje bashortin nga bashortja, t'ja fut urrejtjen babës edhe vladit, ose grues edhe burrit, ose vllaut edhe vllaut, ose kushis edhe kushis, ose ortakit edhe ortakut, me sihir bëhen këto punë, të ndodhi. Subhanallah. E çfarë është ajo? Ajo është e keqja që vjen mbas shirkut, mbas kufrit, saqë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për magjistarin, kur ka përmend magjistarin,
ka thonë, ai nuk mund të bëje magji, sihir, nuk mund të bën njeriu pa bë kufër. Po si arrihet ajo? Arrihet me bashkëpunim me xhinët. Njeri për me bë sihir, duhet ta bëj një partner, një shok, një ortak të xhinëve. E xhinët si e bëjnë shok, si e pranojnë në grup. Ka kushte, e pranojnë në grup kur të bëhet qufër. Pa bo qufër nuk e pranojnë. Xhinët nuk e pranojnë muslimanin në grupën e tyre, se muslimani edhe nuk don të hinje. Nuk hinë muslimani të bëjt punë të këqija, por i thonë të bëjt kufër. Nga format se si e porositin të bëjt kufër, i thonë mere Kuranin hudhe në toalet. Po? Një për këtyre. Deklarohu se nuk e beson Allah. Deklarohu se nuk je musliman. Edhe ai dëshmon se unë nuk jam musliman, bon punë të këqija, del prej imani, pastaj e fusin në grupën e tyre dhe ai çka bon? Bon magji, pra, bon sihir, Zoti na ruaj. Pra, sihiri o vëllezër të dashur, që bëhet ne kemi ankesa, besoni, me të madhe, puna e shejtanit me suksesshme është me i nda burë grua. Puna me suksesshme e shejtanit. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, Iblisi, ai kryesori, në çdo mbrëmje dhe në çdo mëngjes, mbrëmje i të bën shejtant, edhe i bën pyetje çka kanë bën, grupën i pyet çka kanë bën. Punë të këqija, sa punë të këqija, më të mëdha, më shumë i ngritet grada. Çka kanë bën ditën. Tani në mëngjes i pyeten çka kanë bën natën. Edhe njëri thot une e kom shti filanin me prish agjerimin. Bravo, pas ka arrit sukses. E ka bon jetë, e ka mashtru shejtani, e ka prish agjerimin. Ai qiti thot unë e kam shti njeriun ta lone namazin. E kom shti filanin ta shaje vllaun e vet. E kom nxit filanin ti mshoje vllaut vet. E kom nxit filanin ta vrasë vllaun e vet. Subhanallah, pra të mëdhoja gjunahet një përmi një. Tani njoni ti thot, ti çka ke bon? Thot, une kom arrit ti daj burë e grua. Une kam mundsu, kam arrit, edhe i kom da di bashkëshort. I kom da burë e grua, i kom lanë fëmijët, ja pa bab, ja pa non, ose pas njoni, Zoti na ruaj, i kom da. Shejtani thot, ti paske bo punën më të madhe. Pra gradën më të madhe e merr ai i cili i ndan pra bashkëshortët. Ju e shifni në vëllezër se o bon mod, tash o bon mod në këtë kohë ndarja bashkëshortore. Më parë rrallë ndëgjoshe, shibe u ka nda, e kalon burri grua, tash është bon normal, është bon adet. Sa u kanë feju, tri, kur tash është u kishin nda. Para darsmës, pishman nuk ka bo njoni. Në herë ndodh gjalli, bëhet pishman, në herë vajza. Natën e darsmës, i lajmërohet baba i vajzës, i lajmërohet babës gjallit, mikut, o mikësia je mirë, valla mik, çka ka aty, valla ka diçka të reja jo mirë. Çka është problemi? Vajza s'po don me ardh, a nesër restorani hazër. Darsma e gatshme, nesër duhet me shku me marrë nusën, nusja në mbrëmje u bë pishman. Subhanallah. Pra, disa gjëra bëhen nga sihri, nga magjia, po disa bëhen nga azgënllëku. Po, nga çoroditja rinore. Këto e në gjëra, me të vërtet duhet diskutu. Këto dertë duhet qajt me zvete. Duhet eduku familje, fëmijët ta. Duhet eduku vajzat, bijat tona, gjemt ton, duhet edukohen këtë drejtim. Prandaj, nuk duhet nëzitu, duhet mendu ka dale, që kur të vendoset edhe ma, për para çka thëshin plesht ton? Plesht thëshin, ha bre vlla, se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, normal, pejgamberi ka thonë, një burr i mirë, e kalon jetën me një grua, edhe me skon bashkë si kuraj. Po edhe një grua e mirë, e kalon jetën me një burr, jeta është e shkurt. Jeta e kësaj bote është e shkurt. E ka kalu Nuhi a.s. jetën e gjatë me bashkëshortën e cila si ka besu. I ka bo sahabe. Subhanallah. Andaj, e kanë pa dhe tri, e kanë pa një njeri me bashkëshortën e vetë. Bashkëshortja e vetë ka qenë shumë e bukur. Si grue, pamje dhe i ka pas bukurin e vetë. Ai burri kërkund, hiq, si kanë gjatë.
Edhe këto habite. Thonë, a thu kjo gruaja mund t'jese e që këti burrit? Se u ka marrë mendje, çudi. Edhe njoni thot, pa da pisëm, çka keni ta pyet një gruën e huaj? Njoni thot, a be qen, po dojmë me pyet, a thuni me që kjo grua rrin një qahë që ti burri? Edhe njoni e merr guximin, ndalet, thot, o ju, a bën që ju veti diçka? Thot, urdhnoj burri, thot, urdhnoj. Thot, ju di, a jeni bashkëshort mes vete? Thot, po, thot, bashkëshort jemi, burrë e grua. A i keshet, pak a i plaki e dikton, a i burri e dikton, thot, ha, qka o problemi? Po tha, jo, nuk ka gjo, ama pak si qudi në erë, tri, në edhe pak si qudi, si ju kështu. Fol gruja. O, djali mirë, thot, ne jemi të knaqur se ne, inshallah, tu dit jemi gjenetli. Ne, thot, tu dit jemi gjenetli. Njeriu, kur ta shpreson gjenetin, edhe punët të cilat ndoshta janë pak të papërtypshme, nuk janë bashkë, ama kur e llogarit xhenetin e kalon. Njeriu kur e duhet ta llogaritje xhenemin dhe për një kënaqësi të shkurt të kësaj dunjoje, nuk duhet të mbashtrohet ta hupje xhenetin, ta fiton xhenemin. Tha, po si jeni ju të di xhenetli? Tha, ki shoqi im është shumë i kënaqur dhe shumë ja din shiqirin, shumë e falenderon Zotin pse ja ka bo kismet një grua si kur unë. Ki e falenderon Zotin, shumë falenderos. Elhamdulillah o Zot, çfarë bashkëshortje ma ke bo kismet, ma ke dhuru, elhamdulillah. Zotin qashtu duhet tjese muslimani, gjithmonë ta falenderon Allahun dhul xhelal. Tha, mirë, ki tha duke falenderu Allahun, pra e ka fitu xhenetin e ti. Tha, unë duke bo durim për hir të Allahut, se Zoti ma ka bo kader, edhe unë nuk kundërshtoj kaderin e Allahut. E kom pas kader, u kri kjo punë, dekalojmë këtë dynjo. Pra unë për sabrin, ki për shiqirin. Unë për sabrin, ki për shiqirin. Pra këtu ka edhe sabër, ndë njëherë duhet bo, dhe njëherë duhet bo shiqir. Pra elhamdulillah, kur je mirë, sabër, kur nuk ashtë në regull. Edhe kështu e kanë kalu njerëzit, subhanallah, kështu e kanë kalu jetën. Mirë po, kemi ardhë me një situatë, kur e përmendim pra sihrin, magjin, ka gjasa do punë të ndodhin për shkak të sihirit, se njerëzit nuk pushojnë, dashakçit nuk pushojnë, por jo çdo herë ka sihir, jo çdo herë ka magji, do një herë ka këndje. Po për ta shfaqsu veten, nuk thotë ka faj djalë, ama i kanë bon. Nuk i shkon shkolla, thotë ka të bon. Po njërë vitin e 3 ishte, po mirë kja më shte, po qatë herë ka ndy veten, edhe ka thonë haj se s'ka gjopi shkollës. Shtash këti, edhe këti i kanë bo, këti i ka bo mendja. Këti i ka bo mendja, pa ta përmend disa herë, njoni patardi kështë prun gjallin shkollë të mesme, kështë e lëshu pak. Tha hoshta, e kom prun, tha ta frinsh, thash cilin, tha ketë, thash duhet me të fritin herë. Tha, pa thash ti duhet me të frinjbe, se ja ke ble mobilin, edhe ja ke ble saltanatet, e ke lasdru, e ke halite, nuk i rrit di, ka shkon shkolla, nuk shkon shkollë, edhe tash ti me frinja. Ne duhet me të friti, ne duhet me frit do babalar, duhet me frit do nana në herë, e pastaj me frit bit ose bijat e tyre. Pra, këtu e kam fjallën, se jo çdo herë është puna me frinj, jo çdo herë është puna e sihirit, po e kemi fjallën se hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka përmend sihirin si mëkat nga mëkatet e mëdha, si gjuna i madh, Zoti na ruaj. E çfarë ke sihiri, pra, magjia? Atë që shef ty me si tu nuk është realitet. Po ty të duket të ban sihiri, të duket qashtu. Bashortja ka qenë regull, miri ke pas punët, super ka konë regull, ka zonë të duket, nuk është qajo që ka qenë. E di sham tha njoni, kretë është në regull, është ta zonë ju ka ndru, tha nuk e ka qatë zonë që e ka pas. Subhanallah, ndrot zonë. O vllai dashur, këto thash e kanë faj, nuk e ka zonë. Këto, ka hin shejtani këto, ose në përmes këty në ke fol me haram, e tash ai zoni haram tu ka heshu, ki zoni halal son shtimi. Jon unë përzi, sedet, sy ti qoron e mira duket e keqa duket e mirë, Zoti na ruaj. Pra, këto vinë prej gjunahe, vinë prej mëkateve, vinë prej shejtanit. Dhe duket e gjësendit ndryshe. Për shembull e patëm rastin me sihirbazët me Musa a.s. Allahu dhul xhelal në Kur'an e ka përmend yuhayyelu ilehim annaha tas'a. Sihirbazët e faraonit
kur u tubun, që disa ulema kanë thonë ka pas me 100.000 sihirbaz, magjistar, edhe Musa në vete me Harunin, dhe dale Musa në 2 luftim me sihirbaz. Me çfarë dhe boj Musa, një shkop e kishte, po shkopi Musës a.s. shëndrohej në gjarpër, me izën të Allahu dhul Gjelal, shëndrohej në gjarpër. Ndërsa sihirbaz, çka kishin? Kishin tërkuza, konope. Edhe kur i hudhshin konopet para syve të njerëzive ju dukshin gjarpin. Ju dukshin, Kurani thot, ju dukshin si gjarpin. Ju khajelu, të duket ashtu, por nuk është e tillë, nuk është e vërtet. Subhanallah. Edhe kur i hudhen ata konopet, edhe Musa u frigu, vet Musa u tret, vet Musa u frigu. Allahu dhul Gjelal tha, la të khaf, inneke entel ala, mos u frigo, se ti e fitus, se ti e ke mrekullin, ata e kanë sihirin. Ka dalim në mes të mrekullis, mugjizës, edhe mes të sihirit. Çka është mugjizja? Mugjizja është gjësendi, shëndrohet në diçka në realitet. Shëndrohet shkopi, shëndrohet në gjarpën. Normal shëndrohet në gjarpën. Allahu e bën kun feyekun. Ndërsa sihiri, konopet nuk ishin gjarpmi, po ishin konopa, por atine ju dukshin në sytë e tyre. Edhe çka tha Allahu dhul Gjelal? E mësoi Allahu dhul Gjelal Musa, tha, aton herë në ti hudhin, në ti gjujnë, kur i gjujtën ata, njerëzit aplauzin ma. Gjithat të gjarpi, çka ka me bo Musa me një shkop? Atëherë Allahu dhul Gjelal thënë, Musa hudhet tash ti shkopin tanë. Edhe hudh Musa i shëndrohet në gjarpën, edhe gjarpën i maf. Edhe fillon ti gëlltiti, ti mështjellet të tërkuzat konopët, edhe sjon atë i fshin. E çka u bën tash? Çka bën sihirbazët? E kuptuan se kjo është realitet. Se ato e dishin se ajo aty në është sihir, është magji, a kjo e Musës është mrekulli, është mugjize, edhe ra në sejdë, e pranun vërtetën. Pra hakikati, kjo është e vërteta. Ra në sejdë dhe than amanna bi Rabbi Musa wa Harun. E besum Allahin e Musa dhe Harun. Pra e besum Allah. Pra këtu është e ndarja në mes të mrekullis, pra mugjizës, që është e vërtet, dhe në mes të vërtetës, dhe në mes jo të vërtetës. Pra sihiri është punë e keqe, nga se njeriut, me tonën, ja qërën syit, dhe gjëra nuk i duket si që është në realitet, por i duket diçka krejt tjetër. Baba i duket ndryshe, nana i duket ndryshe, bashorti, evladi, subhanallah. Pra, punë e sihirit është e çuditshme, andaj Allahu dhul Gjelal e ka përmend sihirin në Kur'an që është gjësendi e cila ju duket njerëzive, por nuk është realitet. Marrja me sihir, marrja me magji, pra është nga mëkatet më të mëdha e radhitur me njëherë pas shirkut. Zoti na ruaj prej sihirbazëve. Nuk ka vend për frikë nëse ti gjithmonë del prej shtëpie me bismillah. Hinë në shtëpi me bismillah, bjen me abdes në kratë gjaf me bismillah, këndon ajetul kursin, kul audhu bi rabbil feleg dhe kul audhu bi rabbin nas. Këto janë mburoja e fort dhe janë më të lehta që i din, nëse ka edhe tjera sure, po këto i them për xhamatin e rëndom, se gjithmonë këto të këndohen dhe që këndohet edhe fëmijëve, të këndohet edhe para fëmijëve, po donjëherë edhe të frihen fëmijët me këta lutje që Allahu t'i mbron. Dhe kur është Allahu me ty, kur është Allahu me ne, nuk ka kush të ban dëm, ri rahat, dhe ma hum bi darin e bihi min ahadin, illa bi idhnillah. Vetëm nëse do Zotit ta sprovon dikend, ajo të reske ku qkush prej sprovës, ti do marrë shpërblimin e durimit, ai do marrë dënimin e sihirit. Pastaj në hadith shkurt, në pikat shkurta që shumë herë kemi fol, vjen katlun nefs, vrasja e njeriut. Zoti na ruaj, që është nga mëkatet më të rënda, më të mëdha. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ai që ndihmon katilin, e ndihmon, mos flasim për atë që vret, ai që ndihmon katilin për ta vrarë dikon me gjys fjale, jo me armë, nuk ja jep pret, nuk ja jep pushkën ta vret, por me gjys fjale i thot dikuj vraje, kjo vraje është fjale e plot, me gjys fjale, e ndihmon katilin për vrasjen e njeriu të pafajshëm. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ai njeri do të vinë në ditën e gjykimit, kur dalen mahsher para Allahut dhul Gjelal, do dale me të shkruar në ball do t'i shkruan isun min rahmetillah, i privuar nga mëshira e Allahut. S'ka mëshirë
ai njeri që e ka ndihmu një njeri ta vret diken, illa men tabe. Për pos ai që është pendu, ka kërku halalët për ati që ka i ka bon zullum, nëse ka lyp pagesën e ka pagu, edhe është pendu, ai është tjetër. Pra flasim për pendimin që e ka vlerën e madhe. Sado që ti është gabimi i madh, edhe kufri, edhe shirku, falet me pendim, falet me istighfar. Nëse vdes njeriu pa ja kërku halalokun, pa bot taube, ai është banori i xhehenemit, e nëse vdes me shirk, është banori i xhehenemit ebediul ebed, për gjithmonë. Zoti na ruaj. Andaj Allahu dhul xhelal ka thonë, kush e vret një njeri, dënimin e ka si me i vra krejt njerëzit. Kush e shpëton, bëhet shkas për ta shpëtuar një njeri, ai e ka shpërblimin sikur me i shpëtu krejt njerëzit. Pra një njeri sa krejt njerëzit vlen, te Allahu dhul xhelal, shpëtimi një njeriu vlen sikur me i shpëtu krejt njerëzit. Vrasja një njeriu vlen, dënimin e ka, damin e ka, sikur me i vra krejt njerëzit. A ka punë më të keqe? A ndodh kjo te ne? Po ndodh vllajdash. Po ndodh nga mos kujdesi, nga mos edukata e të ri vetar. Mos flasim për pletë që bën amat moshuarit, po shpesh po ndodh te rinia. Subhanallah, pa kur fararsije, kur ta shoh janë vra, janë prej, janë bo. Këto punë janë nga mos edukata, nga mos terbia, nga mos ulja në mektep, nga mos këshilla prindore, nga mos këshilla në shkollë, e kështu me radhë. Pra ndodhin të gjëra në mungesë të edukatës. Të mirëfillt, pra ne lusim Allahun dhul xhelal që Allahu të na ruaj në vëllezër të dashur e para nga shirku. Allahu na pastrof zemrat tona, ndjenjat tona nga punët që çojnë në shirk. Allahu na mbroft inshallah ya Rab, na mbroft nga sihiri, dhe nga sihirbazët. Allahu na mbroft nga derdhja e gjakut vëlla me vëlla. Atyre që ju ka ndodh Zoti inshallah, atyre që ju ka ndodh Zoti, ata që kanë ndru jetë nëpërmes këtij akti të shëmtuar, Allahu xhenetin nasip. Ata që kanë gabu, nëse bëjnë taube, Zoti ja u fal, po në të ardhmen inshallah kur nuk ndodh që muslimanin ta vret, shqiptarin ta vret. Ne kemi probleme shumë të më të mëdha se me u marr me punë të vogla, e me sakatu, e me vra, e me likvidu fizikisht vllaun. Zoti magfiret na boft të gjithëve. Lusim Allahun dhul xhelal në këtë ditë të madhruar, në këtë ditë të bekuar, në këtë ditë të faljes, Allahu të na fal neve dhe mbar musliman. Gabimet të cilat mund t'i bëjmë pa dije, Allahu inshallah na i fal. Gabimet që i bëjmë me dije, duhet bëjmë taube dhe istighfar, edhe ato Zoti na i fal inshallah. Lusim Allahun dhul xhelal ibadetet tona të na i pranon. Këto ditë që kanë kalu, inshallah na i ka pranu, këto ditë që kanë mbet, inshallah Zoti na mundson edhe më tepër të bëjmë ibadet. Rinin tonë në Islam ta udhzon, pleqve tonë të jep jetë të lumtur dhe shëndet të plot. Të varfërit tonë Allahu t'i pasuron, të sëmurit tonë t'i shëron, të burgosurit tonë t'i liron, të vdekurit tonë t'i mëshiron. Mbar muslimanëve në rruzillën toksor, Allahu t'ju ndihmon, nga zullumi zullumqarëve të na shpëton, nga azapi xhehenemi të na largon, në Jannatul Firdaus të na bashkon. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.